Aktoria turke Deniz Durmaz po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje në rrjetet sociale, jo vetëm për talentin e saj në aktrim, por dhe për ngjashmërinë e pabesueshme me yllin e Hollywoodit Angelina Jolie. Me mbi 371.000 ndjekës në Instagram, komentet e ndjekësve janë të mbushura me krahasime dhe abi, si "Mendova se kjo ishte Angelina Jolie", shkruajnë disa, ndërsa të tjerë i drejtohen me fjalët "Hey Angelina", duke e cilësuar si kopjen e saj më të afërt. Deniz Durmaz ka lindur më 20 mars 1996 në Ankara dhe ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në industrinë turke të televizionit. Ajo është e njohur për rolin e Selmës në serialin Alin Yazim, por ka spikatur dhe në projekte të tjera të njohura si Karagul, Adini Senkoi, Iksini de Sevdim e të tjerë. Me talentin dhe prezencën e saj në ekran, Deniz ka fituar një audiencë të gjerë që e ndjek dhe e mbështet. Përveç aktrimit, Deniz Durmaz ka ndërtuar një profil të fortë si influencere, duke ndarë me ndjekësit momente nga jeta e saj e përditshme, udhëtimet, si dhe këshilla mbi kuzhinën dhe grimin. Postimet e saj tërheqin mira pëlqime dhe komente, ndërsa ndjekësit nuk rreshtin së vlerësuari jo vetëm bukurinë e saj natyrale, por dhe stilin unik dhe afërsinë që krijon me publikun. Ndërsa krahasimet me Angelina Jolie po e bëjnë atë një figurë të njohur për te kufive të Turqisë, mbetet për tu parë nëse Deniz do të depërtojë dhe në projekte ndërkombëtare apo jo, duke shfrytzuar këtë vëmendje të madhe që po merr në rrjetet sociale.